Përshëndetje nxënës të dashur, unë jam mësimdhënësja Gonxhe e Jubi. Punoj në shkollën fillore Bracko Migjeni. Sot do të kemi një njësi mësimore për klasët e 6-ta. Të zbulojmë pra cila është njësia mësimore. Pra, njësia mësimore që sot do të zhvillojmë është krahinorizmat. Krahinorizmat ose fjalët krahinore janë ato fjalë që përdorim vetëm në një krahin, ato folme të caktuar. Pra, çfarë ishin krahinorizmat? Janë fjalë krahinore që përdorim vetëm në një krahin, ose vetëm në një të folme ose në një vend të caktuar. Për shembull, për fjalën korube, zgjua bletësh. Shumë dikush e thot në ndonjë vend, në ndonjë të folur thuhet korube, që do të thot zgjua bletësh. Për shembull, fjalën bodile, që mund të hasim në ndonjë të folme, është pra shishe. Fjalën bonjak, për shembull, që përdorim në ndonjë krahin, ka kuptimin pra jetim. Fjalën dybek, që mund ta ndëgjojmë diku, është tundës. Për shembull, fjalën kollomboq, që përdoret shumë tek nenët e tokë, mund, për shembull, ajo e ka kuptimin misër. Korrit edhe tek ne përdoret kjo, për shembull, turpëroj, në Tetov përdoret, gjit për shembull prap në Tetov përdoret, që do të thotë shka, digjit për shembull diçka, e kështu me radhë. Pjesa e më e madhe e fjalëve dialektore e krahinore në Shqipen janë të përbashkëta, por dallime më të mëdha hetohen në variantet fonetike të njëjtës fjalë. Për shembull të tipit bor, kemi fjalën bor, vdor, për shembull vdor përdoret në Tetov, zbor, zbor e kështu me radhë. Për fjalën për shembull shtëpi, kemi dëgjuar lloj-lloj, po këtu kemi venduar vetëm disa: shtëpi, shpaj, shpoj, shpëj e kështu me radhë. Do përmendur se para formimit të gjuhës së njësuar letrare, pothuajse të gjithë veprat e shkrimtarëve tanë janë shkruar në gjuhën dialektore a krahinore, por edhe pas formimit të gjuhës standarde shqipe. Përdorimi i fjalëve dialektore e krahinore në letërsinë artistike pra është i lejueshëm. Pra në veprat letrare, nëse kemi ndonjë fjalë e cila është krahinore, pra është e lejueshme në veprat letrare, sepse ajo është edhe pasuri e gjuhës. Gjuha letrare shqipe u zhvillua mbi bazën e gjuhës popullore. Pra, ashtu të sqarojmë edhe një herë, sepse gjuha letrare pra është zhvilluar mbi bazën e gjuhës popullore. Dhe në vitin 1972 u mbajt në Tiranë kongresi i drejtshkrimit të gjuhës shqipe. Pra, prej vitit 1972 ne domethënë kemi drejtshkrimin e gjuhës shqipe. Gjuha letrare flitet dhe shkruhet sipas rregullave dhe normave gramatikore. Pra gjuha letrare ka do rregulla dhe ka dhe norma gramatikore, të cilët duhet ne që t'i respektojmë. Mirëpo, do përmendur se para formimit të gjuhës së njësuar letrare në Kongresin e Drejtshkrimit, pra Tiranë, që u mbajt në vitin 1972, që përmendëm lart, pothuajse të gjithë veprat e shkrimtarëve janë shkruar në gjuhën dialektore e krahinore. Pra, para se me u mbajtur Kongresi i Drejtshkrimit, para vitit 1972, gjithë veprat janë shkruar në gjuhë të ndryshme dialektore apo krahinore, gjithë shkrimtarët tanë kanë shkruar në atë formë. Por edhe pas asaj, është siç edhe përmendëm më parë, shkrimtarët pra kanë përmendur fjalë dialektore, të cilët ose krahinore, të cilët janë edhe të lejueshme në veprat letrare. Cilat janë pra dialektet e gjuhës shqipe? Shqipja ka dy dialekte kryesore. Pra dialekti toskë, toskërishtja, dhe kemi dialekti gego, gegërishtja. Pra të mbajmë në mend edhe një herë të përsërisim. Gjuha shqipe ka dialektin toskë, ky është dialekti kryesor, dhe dialektin geg. Mirëpo, dialektet ndahen në 9 dialekte dhe në të folme. Për shembull, gegërishtja si ndahet? Gegërishtja ndahet në 9 dialekte, pra gegërishtja veriore, gegërishtja verilindore dhe gegërishtja jugore.
Edhe kemi toskërishten. Toskërishtja ndahet në toskërishtja veriore dhe toskërishtja jugore. Çfarë kuptojmë me fjalën e folme tash? Me fjalën e folme kuptojmë gjuhën që përdoret në një hapësirë më të vogël apo në ndonjë vendbanim. Për shembull, e folmja e Malësisë, e folmja e Dervenit, e folmja e Pollogut. Pra, edhe një herë, me fjalën e folme kuptojmë me thënë gjuhën që përdoret vetëm në një hapësirë të vogël, për shembull vetëm në Pollok, për shembull Tetova me rrethin, me thënë ajo është e folme. Nuk duhet ta ngatrojmë, nuk duhet të themi dialekti i Tetovës, po duhet të themi e folmja e Tetovës, e folmja e Pollogut. Do të thënë këtu shumë njerëz bëjnë gabim, pra mos të bëjmë edhe ne këtë gabimin e njëjtë. Dallimet ndërmjet gegërishtes dhe toskërishtes. Pra, të shohim disa shembuj kam marrë të gegërishtes dhe toskërishtes. Për shembull, në gegërisht është i ëmbël, kurse në toskërisht është i ëmbël. Baj, bëj. Dam, dëm. Dhamb, dhëmb. Hana, hana. Këmbë, këmbë. Nana, nana. Zani, zëri. Pra këto dallimet ndërmjet gegërishtes dhe toskërishtes. Vazhdojmë edhe gabimet edhe dallimet të tjera. Kemi këtu togun e zanoreve ue dhe ua në gegërisht, pra dhe në toskërisht. Bluaj, bluaj është në toskërisht. Due, dua, toskërisht. Grue, grua. Shkruaj, shkruaj. Shkronjën n dhe r. Kalimi pra i shkronjës n në shkronjën r. Si është në gegërisht dhe si është në toskërisht. Për shembull, anmik në toskërisht është armik. Emën në toskërisht është emër. Gjarpën, gjarpër. Lakën, lakër. Femën, femër. Dhelpën, dhelpër. Lumtuni, lumturi. Shoqni, shoqëri. I edukuan, i edukuar. E kështu me rast, sepse kemi shumë shembuj, mirë po, neve i kemi zgjedhur vetëm disa. E kemi trajtën e paskajores. Në gegërisht, për shembull, është me punue, në toskërisht është të punoj. Me shkrue, të shkruaj. Me shkue, të shkoj. Due me shkue, dua të shkoj. Pra, këto e ndallimet kryesore dhe ne kemi marrë vetëm disa shembuj, sepse ka shembuj të shumë shembuj. Ne kemi përdorimin e së pakryerës. Në gegërisht, për shembull, kemi punojsha, toskërisht punoja ose punonja e të tjerë. Dallimet në leksik, për shembull. Në gegërisht e kemi ende, kurse toskërisht e kemi akoma. Katun, për shembull, fshat. Mbëri, ari. Tash, tani. E kështu me rast, pra ashtu siç thash, unë kam zgjedhur vetëm disa shembuj për të ilustruar pra të dallimet kryesore, pra në gegërisht dhe në toskërisht. Sipas profesor Tomait, pra pranohen 3 kritere për të përcaktuar karakterin dialektor a krahinor të fjalëve. Kriteri i grupimit paradigmatik, do të thënë kur fjala është dysor a sinonim dialektor i qartë, i një fjale tjetër që është pranuar si e normës letrare të tij. Për shembull, fjala uzdaj, shpres, pendel, shpendel, pupël, për shembull, gjuhën letrare. Thi, guc, der, për shembull. Gja, hajvan, për shembull, është pranuar kafshë. Kaposh, kokash, knus, këndes, ja shef disa shumë ka, mirë po, gjel është në gjuhën e sotshme letrare. Kalamboq, kolomoq, misër është pra në gjuhën letrare të sotshme. Gjiton, kojshi, komshi, fqinj është për shembull në gjuhën letrare të sotshme. Konop, tërkuz, mirë po është e litar. Pra cilët janë fjalët të cilët janë në gjuhën letrare shqipe? Fjala shpresë, pupël, der, kafshë, gjel, misër, fqinja, litar. Këto pra ti mbani në mend. Unë vetëm i kam marrë si shembuj që ti kuptojmë më mirë.
kalojmë kriterin e dytë gjuhësor, I cili është kriteri gjuhësor fjalëformues, pasi cilësohen si dialektore akrahinore edhe variantet fjalëformuese veç varianteve fonetike, që nuk janë normë letrare. Si për shembull në has e në shkrel e gjetke për të treguar banorët e një vendi, ushtojnë emrave të vendeve vetëm nyjen e përparme. I, për shembull ndoshta edhe e keni dëgjuar ju, për shembull I Shaljan, I Hazian, I Shkrel, I Hot, I Kastrat. Për shembull në Gjilan të Kosovës, për shembull këto çfarë kuptimi kanë, është I Shaljan, është ajo është Hazian, është I Shkrelit, është I Hotit, është I Kastratit. Dhe ata e shtojnë këtë I-ën përpara, ja këtu I-ën përpara. Në Gjilan të Kosovës, banorët e fshatrave thonë, jam ai, për shembull është I Godenve, I Shurdhanve, I Dhunavëve, I Biçakve, I Çelikve. Në kuptimin banor, për shembull I fshatit Goden, Shurdhan, Dunav, Biçak, Çelik, kështu me radhë. Në të formën e fshatit Brez të Karadakut të Shkupit, për formën standarde, për shembull çka, ata përdorin krahinorisë mjaft të përhapur në shumë të folme të tjera të gegerishtes qendrore, sepse ne, pra Tetova, e rrethin takojmë gegerishtes qendrore, këtë duhet të dimë dhe të mbajmë në mend. Pra, edhe një herë të përsërisim, ne Tetova I takojmë gegerishtes qendrore, edhe për shembull tek fjala, për shembull fjalën çka, ne në Tetova themi gjit, ndërsa për diçka, në disa të folura, është e kemi formën e përngjitur digit, në Tetov nuk përdoret, po thash në ndonjë të folme në Brez të Karadakut të Shkupit. Vazhdojmë, kemi edhe një kriter, kriterin e tretë, kriteri I fushës leksikore ose I fushës tematike. Pra këtu kemi emrat e bimëve, pra të cilat në shumë vende të ndryshme u thuan në forma të ndryshme dhe të gjithë vendet kemi dhe nuk do të mund t'i kuptojmë se nëse thuan ata diçka ndonjë emër të ndonjë bime. Emrat e kafshëve për shembull, emrat e shpendëve, të orëndive shtëpiake, të veshjeve, të veglave, të buqësisë, to shumë interesante janë, se cili vendi ka emrat e ndryshme të buqësisë, të zejtarisë e të tjerë, kur janë lokale ose kur ndryshojnë mjaft nga një krahin në tjetër, pra. Dialektet në të folmen kështu përbëjnë një pasuri të pamatshme, jo vetëm me njësi leksikore, por edhe me tipa e mjete fjalëformuese të specializuara për kategori gramatikore, klasa leksikore ose fusha konceptore të veçanta, gjerësia e shtresës leksikore e krahinore që përfshihet në rrethin e gjuhës letrare sa vjen pra dhe rritet. Pra, çka duhet të kemi parasysh, ne duhet të kemi parasysh se gjuha letrare duhet të mësohet mirë, të dihet mirë sipas normave dhe sipas rregullave. Në qoftë se shkojmë ne diku në Shqipëri apo në Kosovë, duhet të dimë gjuhën letrare, duhet të dimë normat dhe rregullat që kur të flasim, edhe ata të na kuptojnë neve, edhe ne t'i kuptojmë ata, në qoftë se përdorim gjuhën letrare. Po qëse fillojmë që të flasim të gjithë në dialekte, për shembull ne të fillojmë të flasim si në Tetov, ata se të flasim diku si në Gjilan, ose Ferizaj, e dikush të fletë si në Vlorë, më thënë ne nuk do të mund që të kuptohemi, po që se mësojmë gjuhën letrare me norma, ne pra do të mund të merremi vesh shumë lehtë dhe shumë mirë. Pra, çfarë duhet të kemi parasysh, që të mësojmë gjuhën letrare dhe të përdorim gjuhën letrare. Kjo është pra dhe fundi orës, faleminderit shumë për vëmendjen, ditën e mirë dhe miru pafshim nxënës të dashur.